Allahun Azza wa Jalla e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, ku sot jemi në Suratul Balad, që është nga surat e fundit të xhuzit Amma apo xhuzit 30. Allahu Azza wa Jall, sikur se shumë suret më parshme, edhe këtë sure e fillon me betim, duke u betu në njërën nga krijeset e tija, kurse na pat mi të regu më herët se Allahu Azza wa Jall e ka të lejume, nga so është kriju si gjithë shkahit, që her paseri mu betu në disa krijesat tija për me të regu vlerën atyve krijesave dhe për me të regu madhështinë Allahut Azza wa Jall. Për me të regu se kjo krijesi cilë është e madhe dhe vlefshme të kjo, është krijesa Allahut Azza wa Jall dhe krijuesi i saj është Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Që du të kemi parasysh se robit dhe muslimanit nuk i lejohet që të betohet në krijesa, përposë në Allahun Azza wa Jall. Kjo është e drejtë ekskluzive e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jall thot: La uqsimu bi hadha al-balad. Surja e emri Suratul Balad. Surja e Beledit. Nëse në Beledit, vendlindjes, qytetit. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë sure e ka emërtu me Suratul Balad. Kurse ajo që është për qëllim në këtë sure me emrin Balad është Mekke. Se kalon emrin Mekke, surat Mekke, për e kalon Suratul Balad. Sepse të regon se nëse thu se nëse emërton këtë qytet vetëm me emrin Mekke, do të kishim përshkrimi vetëm në emër, kurse me Balad ka për qëllim do të thotë qytet ku ka qytetërim, ku ka vlerë dhe respekt dhe nderim nga në Allahut Azza wa Jall, që arrit nomin alon ma tepër kur kjo sure emërtohet me emrin Balad. Se Allahu Azza wa Jall ka mujt me emërtu këtë suret Mekke, sepse qëllimi i ajetit është ka të bëjë dhe thot me Mekka. Thot Allahu Azza wa Jall: La uqsimu bi hadha al-balad. Siçoni la, zakonisht kur thot arabisht la, do më thonë jo, nuk e bëj. Uqsimu bi hadha al-balad, betohem në këtë qytet, në këtë vend, në këtë trall. Këtu laja është la u tekidi, laja e cila ka për qëllim vërtetimin. Allahu Azza wa Jall don të thotë, gjithsesi unë betohem në këtë qytet, në Mekke. Thot gjithsesi unë betohem në këtë qytetin e Mekkës. Për me tregu vlerën dhe namin që e ka ky qytet tek Allahu Azza wa Jall. Për këtë shak Allahu Subhanahu wa Ta'ala këtë vend të shkrejt e të lëndë mazdore vendosi që ndërtohet shtëpia e parë, shtëpia Allahut Azza wa Jall, e cila e ka emrin shtëpia Allahut Azza wa Jall. Është për çat Mekka quhet edhe Beledul Haram, edhe qyteti i shenjtë, në të cilën shumë të lejesa që i ke dhe të zakonta në shumë vende ati nuk i ke të lejume. Dhe Allahu Azza wa Jall betohet në këtë qytet dhe këtë vend për me tregu madhështinë që e ka. Për këtë shak këtë vend edhe la liq të ti dhe të me gjune pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që aje cili e fal një namaz ka shpërblimi sa 100 namaze. Aje cili hin në Mekke është i sigurt dhe i shenjtë. Ndaloj që brenda kufive të Mekkës që çka? Që të shkulen bimët, që të shkulen pejmat. Shumë dhe lejesa që janë zakonisht lejume, në këtë vend i ndaloj Allahu Azza wa Jall për me tregu veçorinë e këtij vendit. Dhe për këtë shkak, shumica e dietarëve janë të mendimit se me gjitha lavdatat që i ka Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Mekka mbetet vend më i shenjtë se Medinja. Mbetet më i shenjtë dhe më i veçuar se sa që ka mbetur Medinja. Wa anta hillum bi hadha al-balad. Thot dhe ti të boj lejum e çlirove, e lirove dhe të boj lirum dhe çlirum
ky qytet është për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është për qëllim çlirimi i Mekës. Është për qëllim çlirimi i Mekës në fund të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla rastisht e përmend qytetin më të dallum, më të veçuar me dispozita të veçanta dhe më njëherë mas kësaj përmendje përmend pejgamberin më të dallum dhe më të veçuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe a ban me dije se ky qytet u çliru dhe u liru dhe u bo i veçum, maloma i veçum me ardhjen tënde dhe me rikthimin tënd në Mekë. Sepse Mekja ishte qytet i cili ishte uzurpu me idhuj dhe puta. Ishte uzurpu me zullum dhe vrasje, me gjakderdhje, me padrejtësi, me kamat dhe gjitha segmentet dhe elementet e këqija që ka mundësi mi pas një shoqëri, i kishte shoqëria e Mekës. Por, me rikthimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Mekja çlirohet edhe në aspektin shpirtëror edhe në aspektin fizik, se njerëzit më janë më të lirë. Nuk ka më armiqësi, ndërpritet armiqësia. Dhe nga ana tjetër çlirohet nga shirku dhe kufri, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thën idhujt dhe putat që ishin në brendit të Qabës, që e ban këtë qytet alo më të shenjtë, alo më të madh, dhe çka sistematizon jetën shoqëror fetare në Mekë, në suaza të ligjit apo në konform të shariatit të Allahut subhanahu wa taala, apo në konform të ligjit të Zotit. Për këtë çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u kthi në Mekë, e tha thonjën e tij të njoftshme ku tha: "Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil-ams." Thot ju kthi shenjtëria Mekës, pasi që çliroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mekën, tha ashtu si e pat shenjtërinë dje, është për qëllim në kohën ku në Mekë ka lulëzuar tauhidi dhe Islami dhe drejtësia. Pra me rikthimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë, ai vend është çliru dhe është bë vend i shenjtë dhe i respektuar, do thotë ashtu si i ka pas hije atij vendi. Edhe pse këtu përmendim një çështje tjetër, se Mekja është quajtur Beledul Haram edhe kur ka qenë në sundimin e mushrikëve. Edhe mushrikët që kanë pas gjitha llojet e zullumeve, kanë pas respekt të veçantë ndaj Mekës, ndaj Qabës konkretisht. Dhe për këtë shkak, me një farë mënyre, Allahu azza jall va ka imponuar në zemrat e mushrikëve respektin ndaj Qabës. Edhe pse kanë pas ato zullum të papam, do të ndruzën e toksor, megjithatë kur ka qenë në pyetje shtëpia Allahut azza jall, kanë pas respekt, derisa edhe ata e kanë qytë Bejtullah. E kanë ditë se është shtëpia e Zotit. Saqë në shumë polemika që i ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka thonë kjo është shtëpia e Zotit, ju e dini se Zoti është ai i cili meriton të adhurohet. Ka thonë çka budun këto idhuj që janë rreth Qabës? Ka thonë la na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, siç e përmend Allahu azza në Kur'an. Ka thonë nuk ja adhurojmë këto përposë me na afru te Allah. Këtë kemi ndërmjetësuar se Latin dhe Uzën, që janë do të thotë idhuj më të njohur, do të thotë në ndër më të njohurit në Qabë, që kanë qenë prezent, ka thonë këto ja adhurojmë për më afru, mi shfrytzu do të ndërmjetësues për me qenë më afër Allahut azza, apo për më afru me mënim ma let duat e tona tek Allahu subhanahu wa taala. Wa walidin wa ma walad. Allahu azza thotë dhe në baballart dhe në fëmijët. Betohet në baballart apo në babën dhe ato që lindin. Këto është për qëllim, siç kanë përmend komentatorët e Kuranit, ka disa komente edhe pse kjo i përfshin gjitha. Ka thonë walidin është për qëllim Ademi a.s. kurse walid janë bita Ademit a.s. Dhe Allah zë betohet në Ademi dhe betohet në bita Ademit. Dhe drejt e Zotit është mu betu ku do dhe si do dhe për kanë do. Sepse ajo është krijuesi i timve dhe betohet ashtu si që ka dëshirë Allahu subhanahu wa taala me dinën dhe urtësinë e tij. Disa tjerë kanë thonë, jo, Allahu azza wa jall betohet në babën dhe në fëmijët. Për me tregu se baba dhe fëmija janë, do të thotë, segment kyç në ekzistencën e një shoqërie dhe raporti babë-fëmijë
apo babë dhe prind, më mirë thonë, kur është i mirë fillt, atër në atë shoqëri ka harmoni dhe ka mirë kuptim dhe ka disponim për komunikim të shëndosh. Dhe disa të tjerë kanë thonë, dhe walidin wama walad, kanë thonë është për qëllim krijesat që janë njerëzit dhe gjallënesat tjera që janë kafsht. Por edhe pse ky ajet kuranor Allahu alem i përfshin gjitha këto komente. Që Allahu azza wajal betohet në babalart, në prind dhe ata që lindin. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Thot e kemi krijuar njeriu, shishoni këtu hin gjithë njerëzit, qofshin musliman, qofshin jo musliman. Thot e kemi kriju njeriu fi kabad. Kabad ka dy kuptime. Ka dy kuptime. E para, e kemi kriju njeriu në formë më të bukur, istiqame, e kemi kriju dhe thot në formë më të bukur, më të përsosht. Që Allahu azza njeriu e ka kriju në atë formë që kokën ta ketë nalt, kurse prapanicën ta ketë poshtë. Për dallim prej kafshëve që kanë përmend disa komentatorë Kur'anit, ku Allahu azza nivelin dhe lartësinë e kokës apo krys me nivelin e pjesës më të turpshme ti e kalon barabar. Për dallim prej njeriut që kokën ja kalon nalt, për të nderu dhe respektu dhe për me abu me dje se edhe ti dush me nderu vetën. Nderimi më i miri i vetes, kanë thonë dietarët, është me zbatimin dhe praktikimin e shariatit. Ky Zot i cili ka kriju kështu, që kryt ta kesh këtu ku e ke. E komën dhe gjenitalet ti kesh ati ku i ke. Ta ka bo me dje se unë të kom ngrit me këtë formë të krijimit dhe të kam dhënë mendje, të cilën mendje e gdhen dhe sistematizon Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak ne jemi dëshmitar të njerëzve në të cilët në pamje të parë na duken shumë të mençëm, shumë inteligjent, shumë shkencëtar, ama kur ta shoh që e adhuron bumbarin, e adhuron lopën, e sheh se kjo do të thotë mendja e këtij nuk është sistematizuar dhe nuk është gdhent me sistemin më të mirë që ekziston për njerëzimin rrugën toksor, që është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të mëson ti se si duhesh adhuru Allahun azza wa jall, si duhesh jetu jetën tënde familjare, shoqërore dhe kështu me radhë. Dhe Allahu azza wa jall ka krijuar ti në formën më të mirë dhe të pamjen më të mirë që ka mundësi me pas, që ja bën me dije çdo besimtarit se çdo kush e ka haram me e fy krijimin e njëri tjetrit apo krijimin e tjetrit, që t'ja shan fizionomin, t'ja shan kryt për shembull, t'ja shan fytyrën, t'ja shan hundën, t'ja shan veshin, t'ja shan gojën dhe kështu me radhë. Dhe askush nuk ka të drejtë që të bën intervenime në këtë krijim, përpas se intervenimi nëse është deformim. Shiqoni, nëse një njeri e ka hundën që ashtu si e ka falë Allahu azza wa jall, frimarin e ka mirë, hundën e ka në rregull, por Allahu azza wa jall e ka kriju njerëzimin në atë formë që dikush ta ketë hundën më spec, e dikush ta ketë më të vogël, dikush më të madhe, dikush më lart, dikush më poshtë. Ashtu ka kriju Allahu azza wa jall njerëzimin. Askujt si lejohet që të shkojë çka, të bën intervenime në hundën e tij, dhe ta ndryshon apo në vetllat e tij, apo në veshët e tij dhe kështu me radhë. Por nëse hunda është e shtremt, koci për shembull, po e marr sa për shembull hundën dhe çojë manaton, shembull fytyra i mungon një pjesë e tulit, ka bir këtu mrena për shembull, lejohet që me mush me mish që ajo mu borafsh. Ama a lejohet që me shku me hek një kurën e ftyrës me bo pit bardh me bo të zes, apo pit zes me bo të bardh. Nuk lejohet. Ama çka, nëse është e shtremt hunda, lejohet që ti të bësh intervenim, apo ato intervenim do të thotë operim kirurgjik plastik, si i thënë, edhe çka me bo drejtimin e kocit të hundës dhe me pas hundën drejt. Duhet kemi parasysh dispozitat që nxirren nga ky ajet kuranor. Kebet kanë thonën vështirësi. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, varianti tjetër që e përmend detar si tefsir, thonë kemi kriju njeriun me vështirësi. Natyra e njeriut është që të ketë vështirësi në jetën e tij. E keni pa, ka problem me fitimin e dinarit. Ka problem mu marrë vesh me tjerit. Ka problem mi bin tjerit së është i mirë. A është këni problem. Çdo njeri ka këtë problem, dikush më tepër, dikush më shumë.
e dikush më pak. Ka problem çka? Mi bin të tjerit se thot të vërtetën. Ka problem me vetveten, që ai me frenu veten. Nefsi i tij thot shkon djathtë, ai thot më shkon majt. Nefsi i tij thot mos e ban, ai don me e bë. Dhe kështu me radhë. Ka konflikt të brendshëm. Dhe ka probleme do thot që herë janë me vetveten e tij, herë janë me të tjerit. Por realisht njeriu ndin vështirësinë gjitha këto. Dhe ka probleme dhe të lashe në tejkalimin e problemeve dhe sfidave që i ka në jetën e tij. Dhe për këtë çka thot Allahu Azza wa Jall, njeriu është i krijuar mi tillë që ka vështirësi dhe probleme në jetën e tij. Dhe kjo është një realitet që e din çdo njeri, çdo krijesë, mashkull apo femër. Ju këshirni mëse çoni më larg, një burrë një gru, derisa ta mësojnë njëri tjetrin, i hekin 4-5 vjet. Derisa ta mësojnë hujet, tabiatët njëri tjetrit dhe familjet dhe rrethonat që gjenden ata, hekin 4-5 vjet. Henës dikur ata stabilizon. Bon burr e gru, po bon edhe miq, edhe shok faktikisht. Por në fillim e kanë raportin çka? Zyrtaresh, burr edhe gru. Pse se njëjna la njëri tjetrin si duhet. Dhe kjo është do të natyra e njeriut që ka probleme dhe vështirësi në jetën e tij dhe sistematizimin e problemeve dhe gjetjes së zgjidhjeve për problemet që ai i ka. E yahsabu al-insanu alla yaqdira alayhi ahad. Sot a mendon njeriu se atë nuk ka mundësi askush me ngadhnjë. Këtu vjen në shprehje fuqia Allahut Azza wa Jall, që tregon se njeriu nga natyra e tij, një pjesë e natyrës së tij, fshihet një farë mendjemadhësie, një farë doze të vetpëlqimit. Shoni, këtë mendjemadhësi, këtë vetpëlqim, çdo kush e ka. Illa me rahimullah, përpas sa atë që Allahu Azza wa Jall e ka mëshiruar. Ky vetpëlqim dhe kjo mendjemadhësi është shfellë ngulitën në zemrën e njerit dhe natyrën e tij, që e shtin që ai dominojnë çdo sferë të jetës, dominon me mendimet e tij, dominon me pasurinë e tij, dominojnë me qëndrimet e tija. Dhe çdo herë ai tjetë ai i cili e ka fjalën më të mirë, mendimin më të mirë, pasurinë më të madhe dhe kështu me radhë. Dhe kjo në një farë mënyre kur nuk kanalizohet me sheriat dhe me din. Kjo e shtin atë që të mendojë se mos ka kush i del atij përballë. Dhe Allahu Azza wa Jall këtij farë njeriu i cili ka arrit këtë drejtë, i thot çka mendon ky njeri, të cilën e kemi kriju na dhe kemi kriju kështu, në formën më të mirë dhe kemi dhënë probleme dhe ka të lashe, mendon se Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi atij mi don në qash, a mendon ai se Allahu Azza wa Jall nuk është më i fuqishëm se ai, sepse mendjemadhësia e tij e shtin me mendu se ky nuk ka fund. Se kjo është do të ka arrit kulminacionin dhe nuk ka më naltë se kjo askush. Dhe Allahu Azza wa Jall i jep përgjigje këtij dhe i thot: a mendon ti se je më i fortë se Allahu Azza wa Jall? A mendon se Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi më arrit deri tek ti? Gjithsesi se Allahu subhanahu wa taala është më i fuqishëm dhe ai i cili ka mundësi më arritë çdo kush. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Shiqani, shtash tregon fjalët e këtij i cilit mendon se s'ka më shumë se ke. S'ka më të mençëm se ke, s'ka më të fuqishëm se ke. A haron se Allahu Azza wa Jall e ka kriju në formën më të mirë, e ka nderu pra. Haron se ki ka probleme në jetën e tij, ka probleme të vetat. Megjithatë, është mendjemadh dhe thot: yaqulu ahlaktu malan lubada. Pa i pyet askush. Thot harxova mall, pasuri pa hesab. Duke dash mu krenu me masrafin që e ka bon. Duke dash me tregu për masrafin që e ka bon. Dhe shumica e këtij masrafit, në shumicën e rasteve të këta njerëz është masraf në haram dhe në ndalesa. Por, shiqeni, edhe në haram edhe në ndalesë, po plus masraf. Ai masrafi janë ndalum dhe haram edhe në çështjet e cilat janë të lejume, sevap, edhe nëse janë të lejume, edhe nëse ka sevap në te, duhet me pas kujdes që mos me bo masraf, që mos me bo të harxime të pa kufishme dhe të pa nevojshme. E ky krenohet me atë,
thot kum harxhu mall hiç pa hesab dhe pa ndal. Sikur se ndodh njerëzit bëjnë darsma me 100 harame dhe në fund krenon thot kum bë darsëm të madhe, këtë sheri, këtë katuni ka marrë vetë se kum bë darsëm. Po kjo hin në këtë ajet kuranor. Apo shkon në pushim me haram, haram për mi haram dhe thot për një pushim 2 javor thot kum harxhu thot 1000 euro. Krenohet me këtë haram. Edhe ka bo masraf, edhe ka bo haram, edhe krenohet me atë. Apo do të thot forma tjera, që do të thot ka mundësi që njeri do të thot mi shprej për me të regu atë zullumin që e fshen në zemrën e ti. Këtu përmend mi njëjtë haramin dhe masrafin që bëhet për vitin e ri, që kemi në prak shumë afër, që muslimant fatkeqësisht e pështjellin vitin e ri, që është një fest pagane me festa krishtere, me festa jo muslimane. Dhe nga ana tjetër muslimant, do të në këtë krizë ekonomike, në këto situata kur secili prej tyre ankohet, marrin dhe parët e tyre i djegin me dorën e tyre, me zjarm. Duke dhejës do të thotë çka koktele do të thotë të ndryshme që janë do të thotë shpërstyse dhe ndriçuese, duke dhejës do të thotë lloj-lloj petardash, që nga ana tjetër edhe shqetësojnë muslimanët edhe shqetësojnë njerëzit tjerë. Nga ana tjetër plus kësaj, kjo nëse është e lejuar me kris 1-2 për qefti do të thotë dhe me shiju dhe mendia të kërsitme, nuk është të thonë se të lejohet që ti me bë masraf. Që ti do të thotë me harxhu ka 1.000, 2.000, 3.000 apo 10.000 dinar. Do të thotë në këto do të thotë materie piroteknike që i the. Gjitha këto janë haram dhe janë nga masrafi që muslimani do të thotë të hinë në hijen e këtij ajetit kuranor. E njëjta ndodhet edhe zbukurimi i shtëpive, që dhezin vendojnë drita të ndryshme nëpër shtëpit dhe ato harxojnë rrymë. Dhe atë rrymë e paguajnë me parët e tyre që i fitojnë ndoshta me djers, që kanë me dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall për këtë harxhim. Harxhimi i panevojshëm, i pakërkueshëm, kjo sikur do të kishte qenë edhe për çef do të kishte më thonë kjo është masraf. Jashta vitit të ri, jashta se s'ka nevojë askush për këtë. E të mos flasim kur dikush një gjë të tillë e bën për vit të ri apo për mu afru me jo muslimant apo për mu tregu liberal dhe gentleman dhe kështu me radhë. Themi keni kujdes se ky ajet kuranor gjithëve juve ju kërcënohet. Dhe të keni frikën e Zotit dhe t'y largon dhe të shmangan këtyre ndalesave që kanë ndalim të rrep dhe thotë dhe decet në Kur'an dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E yahsabu allam yarahu ahad. Thot Allahu Azza wa Jall, thot ke a mendon se askush se ka pa harxhimin e këtij? Ky i cili thot, shiqeni. Ky tash edhe ka bo haram, edhe ka bo gjuna, edhe çka lëvdrohet më. Dhe Allahu ja bën me di, thot çka mendon ti a askush t'ka pati kur e ke bo këtë haram, kur e ke bo këtë harxhim të panevojshëm edhe të pakufinshëm, gjithsesi se Allahu Azza wa Jall është i dijshëm edhe është informuar hollësisht për veprimet dhe veprat e këtij njeriu i cili bën masraf të panevojshëm. Dhe Allahu Azza wa Jall në formë kërcënuese i thot, unë e di se çka ke bën, edhe do të llogaritet për këtë çka e ke bën. Do të llogaritesh për veprën që e ke bën, dhe krahasoj do të llogaritesh dhe do të dënosh edhe për krenimin që e ke bën. Se ke mujt me bë dhe mos me tregu. E Allahu me mëshirën e tij ka pas mundësi me ta fal. Por se ti e ke bën, do të thotë 2 fish gjunahin. E ke bën një herë gjunahin, pastaj dhe e krenu me atë. Duke e ditë se Allahu Azza wa Jall i din veprimet e tuaja, i din gjunahet e tuaja. Alam naj'al lahu 'aynayn. Allahu Azza wa Jall thash këtij njeriu që është mendje madh, që e ka kriju në formën më të mirë, e që, ja bën me dije disa të mira që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për me tregu se ku është falënderimi jot, ku është mirënjohja jote, ku është ai gjesti jot që të mirën ta kthesh me të mirë. Dhe Allahu ja numëron shtash të mirat që ja ka dhënë çdo njeriu. E sidomos ti zullumçarët. Sot ne këtij njeriu as ja kemi dhënë dy si, ja bën me dije se Allahu ti ka dhënë këto si.
sa Allahu subhanahu wa taala me fuqinë e tij ka pas mundësi që mos me t'i dhon këto dysi, por ka dasht edhe çka ti ka botë mundshme që të kesh dysitë e ballit, të cilët sy nuk vlerëson me asgjë dhe me asnjë të mirë nga të mirat e kësaj dunjoje. Wa lisana wa shafatain. Thotë ti njeriu ti kemi dhënë gjumë, një gjumë. Ja kemi dhënë një gjumë, pse ka dhënë dy gjumë? Do të kishim përzi llafët. Do të kish pengu në ushqim. Por thot lisanën, thot ja kemi dhënë një gjumë. Po edhe një gjuma ka simbolikën e vet që me tregu se e ki një që është pak për me fol pak. E jo bla 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 me boshon. Për qatë një ta ka dhënë një të vlefshme, si e mire Allahu azza wa jall, që ti me fol pak. U e shefetin, dhe thot ideja kemi bo di buzët, që me bo artikulimin e zonit, me bo kanalizimin e zonit, që me anë të këtynve dy buzëve, me nxerë ti shkronja. Para mendone, Allahu azza wa jall, sikur se mos na kishton neve buzë, vetëm fyt dhe gjunë dhe frimarje, shumicën e shkronjave dhe harfeve nuk do të kishmi mujtë me shqiptu. Por Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij e kalon del fjala e caktuar me cilën ti mirësh vesh me tjetrin. Allahu akbar, kjo është mrekulli. Cilën e kin gjuhën tënde, por është vetëm kur thu A, B, C. Këto janë mrekullitë e Allahut që i kin vete, që ti ka dhonë dhe ti ka botë mundshme Allahu subhanahu wa taala, e megjithatë ti çka këtë gjuhën veça me shfrytzu, shiqeni ka simbolika. Veça me shfrytzu për falënderim, e shfrytëzon gjuhën çka? Për mendje madhësi. Për mu krenu me gjunat dhe haramet që i ban. Wa hadaynahu najdain. Dhe thot njeriun e kemi udhëzu në gjitha format, ja kemi dhënë gjitha të mirat, dhe ja kemi bërë të qartë të di rrugët. Ja kemi bërë të qartë të di rrugët. Duke ja bërë të qartë besimtarit, edhe të mirën edhe të keqen. Për këtë çka Allahu azza wa jall ka dërgu pejgamber, ka dërgu shpallje, ka lënë libër të fundit, që besimtarit ta ketë të qartë të lejumen dhe të ndalumen. Për këtë çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Sot ju kam lënë juve pas meje, sot me një rrugë të qartë, të bardhë, që çdo send në te është shiqare. Layluha kanahariha. Sot nata e kësaj rruge është sikur se dita. Do të ha natë, ha ditë, s'ka mundësi ti më zhduk dhe më humb. Ha natë, ha ditë, ti s'ka mundësi me met pa fe dhe pa njohuri dhe pa dituri. Ha natë, ha ditë, të mirën e të keqen e kitë qartë. La yazighu anha illa halik. Sot nga kjo fe nuk devion, përveç se ai i cili është bohelaq. Përveç se ai i cili është i prisht, i deformum dhe i devijum. Vetëm ai ka mundësi me devijum. Kjo ishte pjesa e parë e ajeteve të Suratul Balad, ku me lejnë Allahu azza wa jall. Me pjesën e dytë do të mbarojmë në javën e ardhshme. Lutë Allahun azza wa jall që gjithë na të kemi dobi nga këto fjalë që ndëgjojmë dhe lexojmë së bashku. Ku lutim Allahun subhanahu wa taala këto fjalë të na shënon në regjistrin e veprave tona të mira në ditën e gjykimit, dëshmojmë për ne dhe të na lehtësojnë sualin dhe gjevapin para Allahun subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej për durimin, nëse ka dikush në një pyetje, le të urdhëron. Veç në zetë të bu më dukë si o të ju marë gjumi. Do çokolada, do kënë banana, kënë këto një me vluta, bëjna. Berni ata. Si në digini së datëna. Mohamed
E pas ke bo në omin më vetë. Shaka bona pa. A ko dikush në pyqe? Në më duke në pasë. Po? Sa për para kanë vonë, po tash po dalin dhe që jo nuk vonë, që jo. Mevludi është lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në parim nuk ka kur gjo problematike që njerëzit me mësu lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bile është kërkesë fetare. Por Mevludin që bohët të ne, në formën që bëhet të ne, nuk është formë mësimi, por është formë këndimi dhe në formë adhurimi, që është gabim. Kështu me respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sune po thamë, nëse na thena se e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri e ka dosh ma shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa unë edhe ti. Dhe nëse parashim na pyetjen se Ebu Bekri a i ka kënu me vlut për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur së në thote se i ka kënu. Si ka kënu? Mirë që Ebu Bekri s'ka pas vak, ka vdek mas 2 vjetëve. Omeri radhiyallahu anhu 11 vjetë ka jetu. A 12. Si halif. A i ka kënu dë njerë me vlut për nga meri, as njerë si ka kënu. Po mira se pas ka dasht, Omeri radhiyallahu anhu me vlutin, a se pas ka dasht për nga meri thëna jo, aja e ka dasht për nga meri Edhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur e ka njoftë Omeri radhiyallahu anhu se ka njoftë kurkush. Plus tëra Mevludi ka ndalesat mdhoja fetare që është mu qunë kom për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është shirk. Është nga gjunat e mdhaja që s'ban domethënë besimtari mi u qunë kom dhe mi u lidh në kijam kur kujt përveç Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek dhe shpirti i atij nuk del me ecna për në dunjë. Sikur të na do thotë që mendot. Unë këtu nuk e fajsoj xhamatin çse e fajsoj o xhallart, që këto mesele nuk vasqarojnë xhamatit. Dhe nuk va bëjnë me dije. Dhe unë vetëm një pyetje shumë thjesht e parashtrej dhe çdo kush ka me marr vesh synimin dhe xhevapin e kësaj. Hajde na të më tregon dikush o xhallar pse s'bën me bluda në shtëpiat e timve. Që duhet me kon pasus të parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ata s'bën shtëpitë veta? S'ka kush i pagu. Besoj që kesh i qartë. Folet se 600 vjetë pas vdekjes pejgamberit është pikë me vlutin. Bile ma tepër se 600, ndoshta. Aje, Evlia Çelebia, për shumë, që ka... Ja, Evlia Çelebia, ja. Ka shkru. Ja, Evlia Çelebia është një musliman shkencëtar i cili patopisec që i thënë në udhërëfjes, përshkrues, ma mirë, i cili ka konë edhe në Shkop Evlia Çelebi. Nëna Evlia Çelebis është në avlinë e Isabegit dikont. Qëtu në avlitë e na është dikont, nuk e diko, ama e kom gjetë disa shkrime, thullë së është këtu dikont e vërast. Allah alem ku në cëfar vendi. Por si do qoftë, si ceremoni fetare, ka dollë vonë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na fejnë se kina marrë 600 vjetë mas si ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po fejnë e kina marrë pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pi sahabëve. Por du të me pas parasysh se
o xhallarët e vjetër më herët, vetëm në formë për me bo davet e kam pas që këto me gjlise, në komunizm, të i kimri vetë. Edhe ndoshta, si me thonë, ju ka imponu atinve, me dashe apo pa dashe, që me nxerë dhe një emër dhe një ceremonit diçka, që me vakadu dhe një nasihat gjematët, se ndryshe, për para në komunizm s'ki pas drejti me mledh muslimanët, kështu me ju majtë ders. S'ka pas mundësi. Mu njerët kanë marrë, kanë mshel. E o gjashaka, bo ka thonë, i ka vdek gjalli, po shkoj ta bëjni me vlot. I ka lind një gjalli, po shkoj ta bëjni me vlot. Dhe boj sinat mujne, janë mundu që kështu me vlot, me mshef dersin. Ama ka kalu një kohë, kuma masande njerëzit kanë mendu se me vludi është fej. Kanë mendu se me vludi është se vape madhë me bo. Kjo është problema. Normal, këto punë nisin kështu, e masane bo në pjesë të fejsë, ama kadal, gjdo kush me buci, me mirësi, duhet me vasqaru se Allahu na Zogjel ki mundësi me falendru pa bo t'i gabim. Shumë forma ki mundësi me falendru. Nëse Allahu ta ka mundësi ti me një shpitrej, s'ka nevoj me boti me vlut pëse ki një shpitrej, po shka, thiri familjarët e to, banë një dark, thiri një hoqë, banë një asjat, quti si do ma që një shpije, thuj, o vlazni, o familjar, o shoktemi, ju kam thirë me falendru Allahin që ma bo nasib me një këtë shpi, edhe këtë që ajo dark i shkon se vapë, sa ta ka i shkon. Si të dhe qka e pin një bardaku, i shkru sa ta ka do ma që një shpis. Për dalim kur bëjmë do të të kështu, me vlut, atë e ketë, do të faktikisht kjo është kitë nga bim. është kretë nga bim. Kur ka mundësi të vetëm formë ndroja, se kur kush s'ka thonë se është haram me folë për jetën e pejgamberit sasana. Mundet në qatë ders hoxha me folën për lindjen e pejgamberit sasana. Ka lind këto, ka vdek këto, e pat në anket, e pat në anket. Plus në vlot ka shumë sende të cëtë folën për pejgamberin sasana, se janë të vërteta. Si ka bo pejgamberi sasana, as si ka fol, as se kanë pa sahabët. Ato janë prallat dikujt që i kanë gjitë qështu dhe kanë met ato, që si janë të vërteta. Ne kina qitapat që folën për jetën e pejgamberit sasana, janë. Mere historinë që ka shkryt Ibn Kethiri për shembull, që është 600 vjet, 700 vjet mas vdekjes pejgamberit sasana që ka jetu, e ka shkryt historie, krejt. E ki aty tamamin e ki tamam jetën e pejgamberit sasana. Për qatë, du të me pas parasysh dhe tëtë se ka një pjesë e muslimanve që kanë dashurit madhe ndaj me vërës, du të me pas kujdes si a thotë se ka mundësi mu prek dikosh. Shpesher në trive ju thamë, nuk ka nevoj në me gjdis ku shumica në gjemate ma i vjetër ti me qelë ders me folë kundra me vludit. S'ka nevoj. Pse shumica për qatinve janë ritme me vlut. Edhe janë mësu ta njetën me vlut, se vetëm qatia i ka mujtë me ngu ders, vetëm me vlut për para ki mujtë me ngu ders. Edhe dhe të sibe i të ma bo dersin harama, që shte e kuptonaj. Ama shtash këtë vakt, vela nuk javlin me qelë temën e me vlutit. Se veç ki me prek dikan, ki me ofendua, s'ka fajde. Se kitë mod njerëzit e kuptojnë se ki dersi se ku qkosh, s'ki nevojti me bo me vlut për me ngu një ders. Po këshirë në shkup, si pas disa matematikave që i kemi bo, në shkup hemen për ditë ka derse. Që mund një ditë ka në Sabek, një ditë ka në Atongjek, një ditë ka të gjamia e Bedret, një ditë ka të gjamia e Feta Efendis, një ditë ka të gjamia e Kapuqi Hamzës, një ditë ka në Alagje, një ditë ati, një ditë këtu. Për ditë ki derse. A ke qartë? Shublet e kishtash, veç a donë ti. Mere një tefter, shkruj, sot këtu, sot këtu, tamam. E për të zhëllë që vonë, kështë se më koni bindën, që për me vludin, që duhet një këtë. Po e që taj 600 vjetë, qemë në së mund që e folë, 600 vjetë, mas dhe këtë për me mesë, që ka ti në vludin, në va për parë, kërës pas këtë në vludin. Atërë, ku e bona i, që të legalizuën këtë pas idejën e vetë. Po ma për qatë o gjallartë me kujdes, kur folin për me vludin këtë zaman, folin pak ma me kujdes. Edhe ekipa me vludit që është knu për para nuk nëhet më shtash. Shtash është ma shkurt. Shtash nuk... Po dhe kanë shkurtuar gjallartë, me qëllim që kështu një sen që ka hi 500 vjetë, ti për ta hek, për ta larguat,
Duhen edhe nja 50 vjetë tjera, dush me kuptu. Mos 50 vjetë, minimum 20 vjetë duhen. Për me vludin e në shtash që nja 10-15 vjetë e fundit, ka njës tek e tuk dhe një hoqë, me thonë, s'ka nevoj me vlud me boz, apo dikush ka shku direkt, ka thonë bidato me bo me vlud, edhe në ketë forë. Ama për këtë shkak, do të thotë, o gjallarët e kanë shkurtu. Kjo taktike o gjallarëve. Dikush qka e ka hek edhe të qumë në kom, nuk qotë në kom heq. Dikush e kënon një asher, e kënon një pjesë mëse një ma ndërës. E ki pa do gjallarë që kënojnë me vludet, që kështu bëjnë. Pse, duke dash me mirë kuptu gjematin, duke dash me arsjetu, kadal, do më thonë, etapa, faza, edhe gjematin hamdina, stragojnë. Pse du, do më thonë, me pas urëci, butësi. Që ti, do më thonë, një sende cila ka mbet 500 vjetë me një vend, ti du minimum 40-50 vjetë për të largu, mas pakti. Të punësh me urëci, me butësi. Se ti mundesh me dalë, nuhet me bo potere, me bo berbat puna, edhe kur kush mës me kuptu mesenën, edhe prap ti vetëm me mbet armik i dikujt. Por në këto çështje, do duhet kadale, po edhe gjemati, alhamdulillah, shtash, gjemati janë gjemati si dhe lexojnë. Po gjemati edhe cilët nuk lexojnë, se gjemati janë ma të vjetra, ma të me qelë internet gjemati. Qelë kompiterin, këshirë nga në ders në internet. Unë e se në ma shrektu, në gjami dhe thamë, se vapi madha, ama i kur ta shofë në internet, shtash, dunjoja është ka bu një katu një vogël me këtë internetin. A që ka banë pinë shkop e ngon një oqë të mejkës me përkëthim Shqip. Edhe e oqë me këtë, thotë edhe vend gjemot, thotë o gjave, kështu e ngova, që ka ki thonë ti, a e theki kështu oqë i qabës, shemëll. Apo filan oqë i Kosovës, filan oqë i Shqipëris. Oqë është thështë, tash interneti, shtë e për para, e ki gjamir për para qelë, ders. Edhe më kitë mesirit ka mësi gjemot më mësu vetë. Po elhamdulillah, unë e thamë një sen se gjemati jonë është gjemati si dhe e donë fejnë edhe ka mirë kuptim për fej, po du të me a gjetë në mënyrën se si kina me a shpjegu. Për këtë shkak, unë e thamë se me pasmet për neve trive, me majtë fejnë, sikur që i kanë majtë pleqët e tonë komunizëm, ndoshta kitë kishmik dikun larkë. Kitë i kishmilon. Po, kanë qëllu që të matë vjetrit, të cilë ta mamile kanë pas dashuri për fej, edhe ne kanë pru fejë neve që këto. Po shtash këto. Po nejseve nëse këto kanë gabu me një, me dy, na kina me gabu shtash me 20, me 30. Për këtë shkak, dikush alo mirët i shanë pleqë të cilët e kanë hek feregjen, a bijat e time me mini që ecin. A mërë është, mësë mërë ti matë. A e ka buat gabim se e ka vënu pushkën krije, komunisti. Ka pas cenzur. Ama shtash, kur tash është bine vetë me mini suk një ekip ta. Pa mbules, pa shamip ta. Une frik isha me një katon, edhe e përmendën rastën e një hoxhës i cili është detiru faktikisht me dhënë fetva për largimin e feregjës. Në atë katon. Kima beto 50 vjetë, 45, 6, ma pak që të dikon, 50. Edhe u që njoni janë njësit të fole, ka konë komunist, ka konë për atë, ka konë për ketë, a une e di vendit, thash mirë, ka të zëmë në kretë katunin në juve. Sa qikat më lume i kini shtaj. A i hoxha, a konë gjendje dvritet, ka ardhë një hoxh për qëtër katunit, ka ardhën e ka ndalë, e ka bu nësjat me një ajet kuranor. E ka bu nësjat me një ajet kuranor, e ka këshilu, dhe e ka bu me dije se Allah zëgjë nuk e merë në logari atë që imponohet diçka me bo. Edhe ka thonë lësho pejnë se kanë me të vratë, nuk të hik varja. Edhe ka dollë ka thonë lejot me hek feregjen. Ama veç feregjen ka thonë. Ka thonë plus du të kështu me majtë. Këshirëm shtaj, ka thonë lejot feregjen, ka thonë ama du të kështu me majtë. Ka thonë ama gruja s'ban me dollë shumë pishpije. Këshirëm. Ama ka thonë feregjen kështu që është, ka thonë ban lejot me hek. Thash, a i s'ka dosh me leju se i ka ditë qëfar krije një, qëfar malë një.
E ka ditë se ju mas 50 vjetëve as shamia s'kini me majt, po çka edhe jetekat kini mek, po edhe pantullet kini mek. Kini mec me Allah hopka. Po? A gabim jam? Qashtu është pëta? Ja, po hesin tash. Po? E thash ka të zëmni sa që i ka të lume ashtë tash, e ju alo mirëni për atë molla rahmet lijen. E, ka bo se jo është imponu. E përka shak tha më në dut me kom pak ma zemërgjon, edhe si do mas të rritë, kemë parasysh kur të bisedojmë për disa temat në nxehta që janë të xhamat janë, ma miro iq mos mi qelë. Po edhe nëse i qelin, me ditë mi qelin me tërbije. Që do me i kallëzu respekt dhe nder për punën që e ka boaj, e nëse e ka gabu dikont, në funit edhe mos mi a thonë, sa shku me ditë qëfar punë e madhe. Me rëndësia të rritë me kuptu kështu si është, po edhe gjemati i pleq me ndet krak këti daveti, si kur se janë të ndeti. Na folmi, keshmi, ka i herë edhe japmi kritika, edhe ne kete kam bindje se mo, vetë jam ho gjamije ku kam gjemat edhe tri edhe pleq. Me na vdek një plak që e fshin gjamije, na me gjamija pa fshin pitrive. Si më teket me marë fshin se në me fshin. Që është pjesë e dinit, pjesë e davetë, gjamija me kone pasërt. Dhe shumë elemente tjera, pëtanti. Nuk vjen plakin gjami, gjumon, mi shtru hasrat, gjemat e jesin pa i shtru hasrat. Falem, kap ka një asë, kush ku të mërinje falet. Prap qaj plaki, i cilin do shte edhe ban me vlot, i cilin do shte edhe don me vludin. Ama kur vere puna, do më thonë, i ka këto. Po na, mirë shtash, a kina me gjujt krejt për qata. Ja gjem momentin që mi a kalëzu, sa është dashamiri fesë. Ja gjem formën dhe momentin mi kalëzu se, nuk ka shpa tjetër me bu me vlut për ta dash Zotin. Kini që forma tjera që janë, dhe do të prej sunetit, e jo me bu ketë që është ndoshta prej bidatit. Dhe kështu me ratë, Allah ala.